Bukuria, zbukurimi dhe hijabi. Dëshira për të qenë i e bukur dhe dashuria për zbukurim është një instinkt natyror, por ai mund të ndryshojë deri diku nga koncepti i nevojës për rinovim që ka një karakter të përgjithshëm. Për sa i përket asaj që përmendet në pyetjet tuaja, lidhur me zbukurimin dhe veshjen, kjo ka një kuptim të veçantë që nënkupton se njeriu, veçanërisht rinia, është krijuar për ta dashur bukurinë dhe zbukurimin. Ai dëshiron të jetë i bukur. Kjo është një ndjenjë natyrore, e lindur dhe nuk kundërshtohet nga Islami, por ai ka ndalur provokimin. Islami i ka dhënë rëndësi të madhe çështjes së bukurisë. Shpesh kemi dëgjuar se Allahu është i bukur dhe e do të bukurën. Kemi shumë hadithe në librat tanë të haditheve që theksojnë përmirësimin e dukjes dhe veshjes. Kujdesi për pamjen e jashtme dhe veshjet e bukura dhe prirja për të zbukuruar janë të pëlqyera nga Islami, por ajo që është e keqe dhe e dëmshme është kur shndërrohet në një mjet për ta përhapur zbukurimin e tepruar provokimin derisa dëmet e tij të përfshin, siç u përmend familjen dhe brezat që vinë.